Zoti kryetar, 3 herë më keni mohuar të drejtën e replikës në këtë seancë. 3 herë. Tani nëse ju mendoni se përmes arrogancës buron legitimiteti juaj, më vjen keq për këtë gjë. Atë shikoni sa qeqëra keni bërë. Vetë flisni, vetë votoni, edhe vetë duar trokisni njëri tjetrin. Parlamenti është për opozitën, të paktën e japni të drejtën e fjalës kur e kërkojmë këtë. Siç e kërkon ajo rregulloria, që ju e përdorni si kamzhik për të përjashtuar me muaj të tërë deputetët e opozitës. Së dyti, zoti Balla, akuzat tuaj ndaj kryetarit Partisë Mundësia, po dhe shumë rjoshëve të tjerë të Partisë Socialiste goxha të dhunshëm këtu, në fakt janë kthyer në një agronofobi. Dhe agronofobia është frika nga e vërteta e agron shehajt. Ju keni çdo instrument në dorë, çdo kontroll në dorë. Del ministri i financave aty e shantazhon me kompanit e veta. I keni bërë çdo shantazh, i keni mbyll biznese, të hapur edhe nga bota e nëndeshme. Nuk do na mbylli dot gojen, zoti Balla. Nuk do na mbylli dot gojen. Por sigurisht, ju nuk jeni mësuar me një model biznesmeni që krijon me 10.000 vende pune dhe ka sjell 100 miliona euro në ekonomi shqiptare. Ju jeni mësuar me modele çantash, siç doli ai përgjimi i famshëm. Jam taulanti, dua 100.000 euro. Dhe ja çoi çantën biznesmeni duke menduar se ishte taulant Balla. Dhe në fakt, vesi vazhdoni me bixhos në mes të Evropës, dhe në fakt nuk do bëni më bixhos. Meqenëse se tani jemi ball për ball. Edhe për replik 2 minuta me që më përmendi emrin kryetar para se të kaloj ke fjala. Ta shpjegoj unë gjithë. Se ka të arrestuar për atë çështje dhe shko t'i pyesësh. Kur ishim numëronin votat e diasporës, ky më fuste miq mua që t'i kërkoja numëruesve tan, i kam mesazhet këtu, në? I kam mesazhet këtu. Këtu. Hajde du të lexojnë të gjitha mesazhet tani. Më fusi e miq që t'i thoja numëruesve të Partisë Socialiste të ruajnë votat e tua se po t'i vite PD-ja. Është kështu apo jo? Betohu këtu. Betohu thash. Betohu. Turp kesh. Vetëm burr s'mund të bëhesh ti. Ti kaq vetëm. Dhe ky është dallimi më i madh, meqense po flasim për KQZ-n, mes numëruesve që vendos Partia Socialiste dhe atyre që vendos partia jote, se nga Partia Demokratike vjen ti. Ti dhe këta miqtë tu nuk kishit besim tek numëruesit e Partisë Demokratike dhe erdhe kërkove tek unë me mesazh, të lutem, më mbro votat se numëruesit e Partisë Demokratike po më vjedhin votat. Mos qesh, s'është e vërtet. Dëgjoj, ta kisha thënë kisha 1 vit, ta kisha thënë mos sukruaj me mua. Të lutem shumë, mos ash. Dhe votat ti mbrojtën numëruesit e Partisë Socialiste, nuk ti vodhën numëruesit e Partisë Demokratike. Edhe ti erdhe deputet në këtë sallë. Fal numëruesve të Partisë Socialiste, edhe pse unë bëj pjesë në ata që mendoj që koha kur partitë numërojnë votat ka përfunduar një herë për gjithmonë. E besoj këtu të paktën në këtë jam në të njëjtën valë me protestues të vërtet që kërkuan erdhën me propozime edhe për ndryshime në kodin zgjedhor, sepse është staliniste që pas 36 vitesh demokraci, partitë vazhdojnë numërojnë ende votat. Partitë administrojnë procesin zgjedhor. Po t'isha prej teje, kisha 2 pare mend në kokë, kur mora fjalën, do flisja për këtë, jo të mbroja kryetarin e partisë, i cili ka gjithë mundësinë të mbrohet vetë.